Se në fakt këta kanë një hall të madh së bashku, si këta që janë në pushtet dhe ata që janë opozit, kanë një armik të përbashkët dhe kur ka armik të përbashkët sigurohet mbrojtja, do uniteti, lidhen këta. Si Rama dhe Berisha, armikun e tyre të përbashkët kanë drejtësinë. Kanë spakun mbi të gjitha dhe se kështu thua që janë tek interesat e tyre partijake. Nuk kanë dalë për jo partijake, personale në radhë parë, sepse po të ishin partijake do ishte gjysmë skeqes. Po këta janë tek interesat e tyre personale dhe gjithë strategjia dhe skema e tyre u mor vesh para se të fillonte fushata elektorale. Do të thënë në momentin kur u arrestua Erion Velia, kjo është mundësia që ju dha Ramës të tregonte çfarë kishte brenda. Është si puna e atij pianecit që kur pi, fillon e thot gjëra të çuditshme, domethënë dhe populli thot çka barku, nxjerr bardhaku. Edhe puna e Ramës, si ndodhi arrestimi i Erion Veliait në mënyrë të papritur, pa parashikuar, sipas tij, ose sipas opinionit. Doli Rama dhe kërcënoi spakun, tha ne nuk do lejojmë Shqipërinë të bëhet republikë prokurorësh. Sali Berisha nga ana tjetër për hallin që kishte sa herë që thirej tek spaku apo të drejtësia, doli e thoshte është organizatë kriminale, organizatë terroriste, me në krye kriminalin Dumani e tjerë e tjerë. Ilir Meta nga ana tjetër të njëjtën gjuhë dhe në këtë gjuhë flisin pastaj me radhë si deputetët e tyre, si anëtarët e kryesisë, si bashkëpunëtorët, ashtu dhe analistët që mbështesin njërin e tjetrën palë në për studio. Pra, këtu sistemi ka të njëjtin hall. Pra, këta kanë bërë sistemin. Prandaj këta u morën vesh kollaj dhe ndërtuan atë kod të ri elektoral. Kodi elektoral ishte pikërisht të largonin gjithë ato zërat që mbështesin drejtsinë e re, që mbështesin spakun, ato parti politike, ata operator politik, të cilët po të futeshin në parlament, do t'ju prishin skemën dhe nuk do t'i lejojnë që të bëjnë ndryshimet e spakut. Tani vijmë tek momenti i fushatës elektorale. Të dy këtë uqrit që dolën dhe folën me këtë lloj gjuhe, që nxorën dhëmët për të shqyer krijesën e re spakun, ka ndëruar lëkurën dhe